Një general amerikan në Tiranë, në fakt më shumë se kaq, një general major, shkalla më e lartë e gradës ushtarake në marinën amerikane, e cila qëndron në shpatullat e ambasadorit të ri të nominuar amerikan për Shqipërinë. Eric Wendt, 61 vjeç nga Kalifornia, pritet kaloj fillimisht seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan përpara se të votohet. Në teori, zgjedhja e Wendt duhet të jetë e thjeshtë. Ai nuk është diplomat karriere, por në martesë politike direkte e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Karriera e tij është shkëlqyer nga Korea dhe drejt tek Iraku dhe Afganistani, lënë pak vend për dyshime apo debate. Një ushtarak i tillë shumë dekoruar, kur hyn në një avion civil amerikan dhe deri në sallën e Kongresit, njerëzit ngrihen në këmbë dhe duke e nderuar me dorë i thon "Thank you for your service". Por sigurisht gjërat nuk janë kaq të thjeshta nëse përfshim emëruesin e tij, presidentin Trump. Eric Wendt ka dalë në pension në një datë të rëndësishme, 21 janar të vitit 2021. Më saktë, ai është pensionuar një ditë pasi Donald Trump la presidencën amerikane. Kjo është shenja më e qartë se edhe rikthimi i tij në skenën publike si emërtesë politike diplomatike tregon lidhjen e fortë që ai ka me presidentin amerikan. Edhe atëherë ai ishte nominuar për ambasador në Katar, por emërtimi i tij skadoi së bashku me mandatin e presidentit Trump. Fakti që edhe kësaj radhe presidenti amerikan e rikthen ato tregon se midis tij dhe generalit ka një lidhje direkte komunikimi dhe jo përmes kanaleve formale të Departamentit të Shtetit, kanale të cilat dihet Donald Trump i përbuz, megjithëse aty ka çuar se sekretar të besuarin e tij Marco Rubio. Por situata bëhet edhe më intriguese kur përfshihet në diskutim vendi ku generali Wendt do të ushtrojë detyrën e tij, Tirana. Në Shqipëri, përveç kohës së William Ryerson, Shtetet e Bashkuara kur nuk kanë sjellë ambasador një martesë politike, por vetëm diplomat të fortë karriere. Generali Wendt vjen në Tiranë si zgjatim direkt i dorës së Donald Trump në një moment kritik të sigurisë botërore dhe të raporteve të shqyera të Shteteve të Bashkuara me NATO. Generali Wendt është i pari ambasador në vendet e Ballkanit perëndimor pas shumë vitesh, pasi si Tirana, Shkupi, Prishtina dhe Beogradi kanë kohë që nuk kishin dhe nuk kanë, shumica prej tyre akoma, një kryediplomat amerikan rezident. Por sigurisht që emërtesa e tij politike direkte nga Donald Trump vjen në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, e cila vazhdon në një tandem paradoksal mes integrimit shpejt në BE dhe një krize të stisur dhe thuajse artificiale të një opozite të dobët me një kryetar zyrtarisht korruptuar që nuk ka fuqi të bëjë asgjë edhe kur ka drejt. Dhe kjo shtron pyetje të forta lidhur me misionin e këtij ambasadori në Tiranë në kohën kur demokracia, të drejtat e minoriteteve apo gjithëpërfshirja nuk janë më prioritetet e shefit të tij në Washington. Por ama, si familje, pra familja Trump, duket që vazhdon t'i ketë syt nga Tirana. Aty ku i tund dorën, gjithmonë me dashuri dhe krahapur, një burr i gjatë dhe i komplikuar, Edi Rama. Për këtë do flasim sonte. Sigla.